E di që e ke përfundu shkollën në ora 1 dhe tani e vazhdon punën këtu në fermë. Po, unë zakonisht shkoj në vinë mëngjes, i ushqej 10 në ora 6, në 7 e kry komplet me këta, pastaj bëhem gati për shkollën, 7:40 fillon mësimi, ku në 12:45 e kry mësimin dhe vetë këta i lëshoj në mal për me ngronë. Eduard, këtë fermë e ki që sa vite? Këtë firmë kam ka vite që më herët kam punuar dhe vllaznit e mi, por tani i madhi i ka 27 vjet, që është tani në Gjermani duke punuar. Gjithashtu dhe i dyti u ka marrë me këta shumë, që është 19 vjeç, veç është në Itali. Po, dy vllazërit e tu kanë kalu një periudhën si unë që është me dhit. Po, jo, e keni këta si biznes familjar t'ju jenë, edhe ma herët edhe prind janë marrë me këtë fermë, apo vetëm vllazërit? Ma herët u marrë babi edhe vllazërit, ma herët kena pas më shumë, ma herët kena pas minimum me 500 sopë, por mësa ne shkuën vllaznit në njoni në Gjermani, njoni në Itali, dhe s'kishte kush të kujdeste dhe u kujdesa, vendosëm që të zbrit një numrin, të kujdesësha unë për ata. Tash janë gjithsej sa krerë? 60 krerë. 60 krerë. E tregove që qosh në ora 6 mëngjes edhe vjen këtu i ushqen. Sa është nështa lodhje për një 16 vjeçar, me u marrë me fermë? Ka pak lodhje, po sa ka lodhje, ka edhe dashuri prej meje për këta, për dhit. Po, qysh kujdesesh? Kujdesëm në mëngjes i qes zakonisht kalamaq. Me qka ju ushqen, tregam edhe? Në mëngjes i qes kalamaq dhe pastaj uj i qes normal. Pastaj shkoj në shkollë, se nuk mund çfarë t'i bëj më shumë. Kur t'vi prej shkollës nuk i qes asgjë, i shoj në mal. Dhe pasi t'vi prej shkollës, prap i qes kalamaq. Pasi t'vi prej malit, prap i qes kalamaq. Ku e kaloj një pjesë shumë të mirë me këta dhe menoj se është nuk ka gjatë tjetër që më banë që ka shluntur sa që këta. Po je me mësimet, je kështu mirë, nuk e pengon kjo proces në shtaj punës të fermës tek mësimet? Apo je i shkëlqyshëm edhe atë? Unë jam, mundi me pyet edhe në gjimnazin e shkencave shoqërore natyrore në Zhurë jam, ku jam shkëlqyshëm, nuk e kam asnjë notë të shumë mirë apo mirë asnjë notë, i kam të gjitha shkëlqyshëm dhe jam një nxënës shumë i guximshëm, gjithashtu një fermer i vogël shumë i guximshëm. Po, e vërtet. Çfarë race janë këto dhi? Kena racë të kuqe, racë të hasit, kena dhe racë që janë gjermane. Po? Ku dallojnë këto mes vete nështë edhe të pjesa e kujdesit tynëv? Dallojnë sepse disa dhe i bëjnë më shumë qumësht, ndërsa do më pak. Disa janë për shembull që e kanë mish ngrënës kanë më shumë mish, disa kanë më pak, dallojnë mes vete, disa janë më të urta, disa pak më të egra, dhe kështu janë disa dallime të vogla. A ka pas ndonjë moment nështë Eduard që momentin kur i ke liru në fushë, që ke dalë me to,